Dhe që më ke parë dhe më ke parë mirë, më ke studiu mirë, edhe si potencial, edhe si vajzë, edhe si kulturë, edhe si të gjitha. Pas bigit që jem dalë, pas ku me të studiu ty. Ora, shpes gjëra, ora ndoshta s'më ke studiuar në telefon. Më ke studiuar ndoshta në telefon, më dëgjo mua tani që mos i vë zotit emër. Më dëgjo mua tani që mos i vë zotit emër. Mos na i vë zotit emër. Kjo është kur do mi dhon disa atribute dhe vlera vetes edhe ato që si ke. Sepse shiko, njeriu duhet të jetë modest i rreth parë, jo të shesi mend, të hapet. Edhe të lavdëroj veten e vet. Pra i thot kjo tash tim ke studiuar më për potencialin. Për çfarë potenciali ke qenë ti përpara se të hynte gjesti? Para se të hynte gjesti, ti ke qenë duke u marrë me xhumin, duke heq qafe, siç thoje ti, xhumin, pa të bërë asgjë. Megjithatë, një pyetje kam unë. Si ka mundësi që një banore e Big Brotherit, e cila është brenda, ka qenë brenda, ka dalë një 10 ditë dhe ka ardhur prap, mund të bëj një pyetje të tillë një banori tjetër. Ja një pyetje e thjeshtë. Sa persona ke arritur të studiosh për 24 orë kur dole nga shtëpia? Kaq. Unë besoj se asnjë nuk e ke mendjen për atë punë, aq më tepër gjesti që ka dalë nga një Big Brother i tërë. Kështu që nuk qëndron.